Banorët e fshatit Malbardh në Kurbin kanë dalë në protestë duke kërkuar rikonstruksionin e menjëhershëm të rrugës që lidh zonën e tyre me aksin kryesor. Sipas tyre, segmenti prej rreth 1.3 kilometrash ndodhet në gjendje të amortizuar dhe prej më shumë se 35 vite nuk ka njohur asnjë investim. Ata thonë se infrastruktura e dëmtuar u ka vështirësuar ndjeshëm jetën e përditshme. Lëvizja me automjete është bërë problematike, ndërsa transporti i fëmijëve drejt shkollës dhe ndërhyrja e shërbimeve të emergjencës shpeshherë hasin pengesa për shkak të gjendjes së rrugës. Banorët kërkojnë që institucionet të ndërhyjnë sa më parë, duke theksuar se kanë bërë vazhdimisht kërkesa, po deri më tani nuk kanë marrë asnjë zgjidhje konkrete. Në mbështetje të protestës ishin dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak të Kurbinit nga opozita, Albert Ndoci dhe Sefedin Lika. Ata akuzuan Bashkinë Kurbin për investime selektive, duke pretenduar se disa zona kanë mbetur jashtë vëmendjes prej vitesh. Kurbinit nuk ekziston, i ka shtru asfaltin Kushritit vet që është me mbiemër Shqalci, ja ka shtru dëm deri shtëpisë dhe ki popull që ka prit mira ditore e Shkodranë, Dibran i ka prit nuk ja ka shtru Kushritit vet. Të parë ja ka shtru dëm deri shtëpisë asfaltit. Imagjino, kjo Bashkia e Kurbinit, kjo është vetëm bashki nuk ka, gjithçka mund të jetë, ajo është. Po të kishte qenë një kryetar bashkie serb, do kishte drejtuar 1000 herë më mirë se do kishte pas sede, ftyrë. Po këto nuk kanë as ftyrë, as boj, as nam, as nishan, as diçka më bë. Për fat mirë jam edhe banor i këtij fshati, por jam edhe antar i Këshillit Bashkiak. Pra unë jam Sefedin Ligaj, që e kam ngrit disa herë problemin e kësaj rruge. Siç e shihni vetë, banorët janë shumë të evituar nga kjo rrugë që kanë kërkuar disa herë, edhe faktikisht fajin më kanë lënë mua, por megjithatë unë do të kërkoj që të zgjedhin ja 5 veta e të vinë nesër në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, edhe t'ja kërkojnë live aty kryetares, edhe ti gënjej ajo ose t'ju thotë vërtetën. Faktikisht me shaf kuptoj unë, ajo do e ka menën me shtru. Po do t'ja japim një shtys, sepse kjo rrugë është rrugë lidhse, edhe këtu janë 200 familje. Rreth 200 familje që jetojnë në pjesën e poshtme të fshatit Malbardh vijojnë të përballen çdo ditë me vështirësi për shkak të degradimit të këtij segmenti rrugor. Banorët apelojnë që investimi të mos shtyhet më dhe rruga të rikonstruktohet sa më shpejt, duke konsideruar atë një nevojë etike për komunitetin.